Ajo nuk dinte të notonte, tani është rekordmene botërore. Historia e 80 vjeçares që përfundoi maratonën e njohur Ironman. Një histori e jashtëzakonshme frymëzimi vjen nga Natalie Grabov, e cila në moshën 80 vjeç u bë gruaja më e moshuar që ka përfunduar ndonjëherë kampionatin botëror Ironman në Kailua, Kona, Hawaii. E pabesueshme është se për pjesën më të madhe të jetës së saj, Natalie nuk dinte të notonte. Vetëm në moshën 59 vjeç ajo vendosi ta mësonte këtë aftësi me një qëllim të qartë, të merrte pjesë në një triatlon. Ishte një pengesë e madhe që duhet ta kapërceja për të marrë pjesë në një triatlon, tha ajo për NPR. Të shtunën në mëngjes, Natalie u hodh në ujërat e gjirit Kailua, duke notuar 2.4 milje, më pas pedalon 180 milje me biciklet, ndërsa përmes peisazheve vulkanike dhe erave të forta për ta mbyllur me një maraton prej 26.2 miljesh, ajo e përfundoi garën në 16 orë 45 minuta brenda fatit prej 17 orësh, ndërkohë që më shumë se 60 garues të tjerë nuk ja dolën. Jam shumë e lumtur dhe mirënjohëse që ende mund të marr pjesë në këtë sport në moshën time, tha ajo. Triatloni më bën të ndihem e fortë mendërisht dhe fizikisht. Natalie ishte vetmja konkurrente në grup moshën 80-84 vjeç, e mbështetur nga vajza e saj, Emi, dhe trajnerja Mikaela Lek, e cila e përshkroi atë si përkufizimin e këmbguljes dhe mirënjohjes. E para që e përqafoi në vijën e finishit ishte Cherry Gruenfeld, gruaja rekordin e së cilës Grabov e theu. Gruenfeld kishte përfunduar Ironman në moshën 78 vjeç në vitin 2022, ndërsa rekordi absolut mbetet ai japonezit Hiromu Inada, që e realizoi garën në moshën 85 vjeç në vitin 2018. Për Natalie, kjo arritje shënon kulmin e një rruge 20 vjeçare që triatlon që nisi në vitin 2005, kur ajo mësoi të notonte dhe mori pjesë në garën e saj të parë me sprint. Ky ishte kampionati i saj 11 botror Ironman në Kona. Kur pash miqtë e mi duke bërë triatlon, doja ta provoja dhe unë, si për sfidë ashtu edhe për argëtim, kujton ajo. Nëse je i motivuar dhe punon shumë, nuk është kur vonë për të nisur një sfidë të re. Pas këtij suksesi historik, Natalie planifikon një pushim të shkurtër përpara se të rikthehet në stërvitje. Ajo tashmë është regjistruar për 2 gara Ironman 70.3 në vitin 2026, duke dëshmuar se mosha nuk është kur një pengesë për pasionin dhe këmbguljen.